Jemi rikthyer në studio, do të bëjmë një tjetër bisedë tani në distancë, sepse dy të ftuarit, po i quaj kështu, janë dy prindër shumë të këndshëm. Ata janë prindrit e Teos. Unë po e them kështu sepse me siguri me djaloshin e vogël jeni njohur në rrjetet sociale apo në TikTok këto kohët e fundit, i cili është pak më shumë i madh se sa topi i futbollit. Po kjo nuk ka munguar edhe nuk e ka penguar as pak që ai të kthehet në një fenomen të ditëve të fundit dhe me siguri kur unë të jem vite më vonë me Ersidit dhe me Asjan, do jem prindrit e një gjigant i futbolli që do jetë e vështirë t'i marrim për intervista. Unë dua t'i përshëndes tani edhe t'i uroj mirëseardhjen këtu nga studio. Përshëndetje. 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 Faleminderit për kohën. Faleminderit juve se mëngjesi me fëmijë të vogël nuk është kollaj, për Asja në mënyrë të veçantë, që besoj duhet bërë gati për në çert. Dhe mua vjen keq që Teon se kemi tani këtu, e kemi në atë rutinën e tij të mëngjesit. Kështu që atë pak kohë që ju keni të merrni me punë të shtëpisë, Asja, ti morëm ne sot apo? Është e vështirë faktikisht, por në fund të ditës jam e kënaqur. Ndërmjet punëve të shtëpisë, djalit edhe punës që edhe punoj, nuk është e lehtë, po ne mamat ja dalim gjithmonë. Edhe mendimin e babit. Pra, se Ersidi dhe mund të dilte nga kamera, tani vazhdoni ju. Jo, nuk mund ta bëj. Te pjesa e futbollit, Ersid, te pjesa e futbollit kam përshtypjen që krenarin më të madhe e kanë babat, baballarët, sidomos kur shohin në një talent të vogël të djemtë e tyre në sport, fillon edhe ka një kënaqësi kështu. Plus kur e kam dhe pasion vet, është akoma më e madhe. Atëherë ndalojmë pak këtu. Nuk qen ka rastësi, është genetike kjo punë. Normal, kemi si familje. Më trego pak si është raporti ynë së pari me futbollin për të kuptuar që ai Teo i vogël me topin me sa duket është prezantuar shumë herët. Po, le të them gjithçka ka nisur nga pasioni im për futbollin, ku kam luajtur në disa klube, po për shkak të rrethanave nuk arrita të isha në një klub të rëndësishëm. E kuptoj. Shpresoja dhe me transferimin tim në Itali, po për ky ka qenë piksunimi im për të qenë në një klub të madh, për të arritur diku. E kuptoj. Po siç e tham dhe fati ndonjëherë nuk është në anët e mia, ose si çdo futbollist mund të jesh i talentuar sa do duash, po s'pat edhe fatin me vete nuk. E vërtet. Nuk ja del dot. Shpresoja gjithmonë që të kisha një djalë dhe të kishte po të njëjtin pasion si unë. Ersid vetë ke luajtur me ekipe vendase këtu në Shqipëri, si ka qenë eksperjenca? Po, në Shqipëri kam luajtur me ekipin e Përmetit deri në moshën 15 vjeçare. Kur kam qenë 15 vjeç, pastaj në moshën 16 vjeçare kam ardhur në Itali. Kam luajtur në disa klube në kryeqytetin e Italisë në Romë. Por që nuk funksionojnë me ëndrat që ti do kishe dashur apo jo? Prandaj kjo ëndër si të thua peng që më mbeti, shpresoj që çuni im në të ardhmen të ma plotësoj. Tani kemi syt nga Teo, le të themi. Po, me sa duket Teo nuk priti shumë për t'i dhënë këto. Tani, Asja më trego. Në fakt sa e morën vesh, mund desha vetëm gjinin. Sa e mora vesh ai ishte djala vajzë, e mora vesh pasionin. Thjesht duhet më shfaqë vetëm talentin. Edhe dëshirën, se normalisht nuk mund ta detyrosh që të bëhet futbollist. Normale, me atë që shikojmë siç duket edhe në video që neve kemi publikuar për çunin, i çonim gjithmonë topin te këmbët kur ka qenë i vogël, ai luante dhe kështu ditës e mësonin po me atë frym, me atë energji për futbollin. Për këtë talent që ai shfaqi, erdhi dhe interesi nga klubi i Milanit. E kuptoj. Ishte një arritje e madhe. A di shohim një çik këto momente, tani unë nuk e di, Regja do na ndihmoj pak, qoftë me full si të dëshironi juve, thjesht për ata që nuk e kanë ndjekur apo nuk e njohin Teon, ta shohin tani këtu. Atëherë, ndër të tjera u bë pikërisht për këtë vizitën e bërë dhe spikatjen nga futbollist të famshëm. Që nuk është pak apo jo? Ka nisi nga një video në TikTok. Okej, ma tregoni pak, si ka filluar historia. Sepse le të themi që në ditët e sotme, rrjetet sociale janë ndihmë sa më e mirë për dikë që është i talentuar, për të njohur, për të vajtur më tutje. Dhe menduam, tham, pse jo ta provojmë një herë, ta hedhim në TikTok, këtë talentin e tij ta shfaqim. Në qoftë se shkon bëhet i njohur, okay, pse jo.
Hodhëm vitin e parë në fakt, ka qenë viti e parë që ne bëm tag, le të themi, skuadrën e Milanit, që i dedikuam këtë video, dhe mund të kenë kaluar shumë pak orë që video vajti virale dhe morëm direkt komentin e Milanit, e skuadrës. Na komentuan me dy zemra që janë edhe ngjyrat e kuqe e zezë të Milanit. Dhe mbasi kjo video vajti virale, mbaj mend ishte ndeshja Milan-Roma. Po. Dhe ne menduam të shkonim t'i takonim gjithë futbollistat në hotel. Por si fillim, kontaktuam zotintare që përshëndesim. Dhe falenderojmë shumë. Sepse unë atë kam njohur faktikisht që para 2-3 vitesh, le të themi, kur unë punoja në televizion këtu në Itali, dhe i kërkova një intervistë dhe ai shumë i disponueshëm ma dha atë mundësinë, dhe që atëherë le të themi që i kemi mbajtur kontaktet dhe i kërkuam le të themi këtë nder që nëse mund të arrinim të takonim futbollistat, ai u tregua shumë i gatshëm, dhe fal atij e patëm këtë mundësi për të takuar me futbollistat si Leao, Modric, Salemakers, Rabiot, e shumë yje të Milanis. Ishin të gjithë ishin faktikisht. Me Modricin patëm një takim pak më të gjatë, më të veçantë. Pastaj edhe me Allegrin, me trajnerin e skuadrës Milanit. Ishte me vërtet shumë bukur. Edhe unë për shembull mbështes bashkëshortin, nuk është se jam ndonjë tifoze, po dhe për mua ishte emocionues, imagjino për atë. Po, patjetër. Ishte një emocion i veçantë të takosh për shembull, sidomos unë që kam dhe ëndër që i vogël se jam tifoz i Milanit, ti kisha aq pranë, ishte një emocion shumë i veçantë. Nuk di si mund të përshkruhet si një ëndër, mund të themi. Je vërtet kujtim shumë i bukur. Edhe për ju, edhe për Teo në mënyrë të veçantë, që kur të rritet dhe do kuptoj pak më shumë se kush janë ato superiuret e futbollit që ka arritur të takoj apo ta mbaj në duar, do t'jetë vërtet shumë e bukur. Dhe imagjinoni pastaj nëse do t'jetë vërtet një yll edhe ai në futboll, që unë e uroj me zemër në fakt. Shumë, sepse pasionin e ka, domethënë edhe kur ishte i vogël, i jepje disa lodra, ai ziste topin. Domethënë sa që në moshën 7 muajshe, fjala e tretë që ka thënë mbas mami dhe babit, ka qenë fjala gol. Dhe kur e thot ato gol, e thot me gjithë shpirt. Me krenari. Kur e mendon, është shumë i vogël për të ndjekur topin, apo jo? Pra 1 vjet e gjysmë fëmijët. Vërtet mund të themi që fëmijët e vegjël ka plot që lozin, por në këtë moshë shumë herët, po pra. Ka të vogël e thjesht një talent është gjë e rrallë. E vërtet, sepse është ajo mosha që, do me thënë, sa po ka filluar shkëputja, le të themi, për pjesën më të madhe të fëmijëve, dhe sigurisht që mamat janë gjithkohës me atë frikën, por rëzohet tani, por rëzohet pastaj. Kështu që Teo pas topit është në rregull, ka një suport mirë të vetin. Plus, unë kam dhe atë pasione që e nxjerr gjithmonë nëpër fusha, e mësoj gjithmonë mbrapa, jap atë frymën për të ecur përpara. Dgjoj, ndalojmë pak këtu, se kur bëhet fjalë për sporte edhe për arte, për këto talentet që në një farë mënyrë shpesh konsiderohen të lindura, ka njerëz të ndarë në 2 grupe, duke na vendosur limite moshe. Pra, ndoshta shumë sportistë në këtë moment mund të thonë çfarë po thoni, 1 vjeç e gjysmë është kuptuar talenti i një fëmije, po ndërkohë nga ato që ju kuptuat, nga komentet e profesionistëve, futbollistët famshëm që keni takuar, trajnerëve etj, por edhe të vetë babit që e njeh mirë futbollin sepse e ka praktikuar për vite. Është një moshë që mund të zbulohet një talent i caktuar edhe kaq herët tek një fëmijë? Atëherë, pasioni dhe le të themi ajo gjëja që ka, po, e shikon që ai e ka, domethënë, atë fazën për të filluar, e ka pasionin. Nuk shikohet pasioni qefi, por normalisht me kalimin e ndër vite punohet, stërvitet dhe bëhet. Ditës po t'japësh gjithmonë atë frymë, plus se ka dhe në gjak, siç kam dhe vetë, që ja kam transmetuar. Dhe duke rritur domethënë me atë frymë stërvitje e kupton gjatë rrugës. Normalisht nëse ai arrin në një moshë që thot mami babi nuk më pëlqen, ne jemi shumë dakord. Por le të themi që tani ati vendos një top dhe ai e di që duhet ikë tek porta për ta bërë gol dhe e thot, e sklamon gol, e kupton që ai bën një gol. Kështu që unë mendoj që pasioni duket sepse kemi fëmijë të tjerë në familje, kemi parë, kemi kështu. Po, që është e vështirë të kuptosh edhe në një moshë më të rritur se çfarë dëshire kanë apo ku e kanë qefin. Tani ju jeni në shtëpi në këto momente?
Po. Kështu e keni shtëpinë me këto Modrić në përmure? Me Modricin dhe me Dragotin, vendlindjen e babit në Tepelen. Kemi dhe Tepelenën aty. Po. Okej. Jo, e shoh, do të thënë 14 mas duri syrin, po tani që po fokusohem po shoh edhe fikturën tjetër. Po, andej kurse nga dhoma jon kemi porta futbolli, kemi një 20 topa. Kështu që mua për të pastruar. Shiko, Asia, shumë të lehtë. ta dish që puna më e madhe që do të bie përsipër, se nuk është kollaj të kesh sportist në familje, vetëm çanta me rrobat e stërvitjes ato duhet të lash ti. Edhe jo një, po dy, se edhe bashkëshorti kanë skuadrën e vet këtu në Romë dhe një herë në javë kanë ndeshje me patjetër. Okej, kështu që kush ka futbollista në shtëpi e din ato taka që janë me ato të zeza që akoma si kam kuptuar çfarë janë edhe shpërndajnë gjithandej nëpër shtëpi. Nëse. Kështu që merre shtruar, rëndësi ka suksesi, shkëlqimi edhe çuna të pun kanë. Ajo është e gjitha. Okej, sa vite keni parë në Shqipëri apo vini herë pas here? Vim jashtëzakonisht shpesh. Vini shpesh, ëh? Viti që kaloj ishim gati 3 herë dhe ishim para një jave. Okej, po në fakt jeni afër, kështu që edhe çmimet janë goxha të lehta për tu kapur. Po se djali do ta mbajë gjithmonë lidhjen, pavarësisht se ka lindur këtu, është shqiptar, kështu që Besojmë që një të ardhme ta shikoj me panellat kuqezit na bëj krenar të gjithë shqiptarëve. Shumë bukur do ishte që ato zemrat në komente pastaj të mos ishin vetëm të ngjyrave të Milanit, por të ishin të kombëtarëve. Kemi një Ronaldo të ardhshëm. Është shumë bukur në fakt. Por çka kur fëmijët kanë suportin e prindërve, edhe shtysa kryesore dhe besimi kryesor duhet vi nga familja, dhe unë shoh që kjo gjë nuk mungon për te, unë e sigurt që do të shkëlqej dhe emrin e tij do ta shohim kështu nëpër stadiume të mëdha. Edhe do më jepni një intervistë pastaj, ca vite më vonë. Kështu, ma premtoni? Absolutisht. Se është regjistruar kjo gjëja. Absolutisht, japim llapin. Okej, jemi në fund fare. Nëse do të shtoni diçka, patjetër që mund ta vazhdojmë Faleminderit, unë doja vetëm bëja një kërkesë, faktikisht po e bëj gjithandë. Jemi akoma në pritje të ftesës të kombëtares shqiptare. Duam shumë t'i takojmë. Bashkë me djalin. Nëse ishte i mundur, nëse na dëgjojnë, ne jemi në pritje. Ja, kështu, e tham edhe nga News 24, një thirrje për kombëtaren shqiptare të takoj Theon e vogël. Uroj që të shkoj në veshën e dur dhe të marrim komentet nga kombëtarja jonë aty poshtë kësaj videoje që po bëjmë bashkë. Ju uroj një ditë të mbar. Faleminderit që ishit me mua. Faleminderit, sukses e djalit shumë. Faleminderit, gjithë të mira dhe juve. Faleminderit shumë. Edhe unë nga studio, paçim. Mirë, kjo ishte Vila edhe për sot, kemi qëndruar së bashku nga kuzhina, nga të ftuarit edhe nga kjo intervistë kështu në distancë. Unë ju falenderoj që keni qëndruar me ne, ju uroj një ditë sa më të bukur të keni në vazhdim, një fundjavë të këndshme edhe ditën e hënë, orën 9, ju presim këtu përsëri. Mirupafshim.